Është zhvilluar në Korçë edicioni 4 i aktivitetit Buqet Tingujsh dhe Ngjyrash. Ky aktivitet ka përfshirë nxënësit e shkollave artistike të Korçës, Elbasanit dhe Beratit, të cilët kanë sjellë për publikun një koncert vokalo-instrumental, si dhe një ekspozit pikture në ambientet e teatrit Andon Zako Çajupi. Kjo ka lindur si një ide e Drejtorisë Rajonale të Arsimit Parauniversitar, e cila çdo vit mbledh bashkë nxënësit dhe mësuesit nga 3 qarqe të vendit, duke prezantuar një festë të artit dhe emocioneve. Ky është një promovim i punës që bëjnë mësuesit, i punës që bëjnë nxënësit, por duke ditur që nxënësit të cilët janë artistë kanë patjetër mbështetjen edhe të prindërve. Është një eveniment i cili për të gjithë ne tregon që të gjithë bashkë me këtë eksperiencë, me këtë shkëmbim eksperjencash, ne arrim në përfundimin që me punë arrihet gjithçka e bukur. Edicioni 4 i aktivitetit Buqet Tingujsh dhe Ngjyrash vjen si një ndërthurje harmonike e muzikës dhe pikturës, ku talenti dhe krijimtaria marrin jetë në skenë. Ne na pëlqen të marrim pjesë midis ekspozitave të ndryshme, sepse shkëmbejmë eksperjenca me njëri tjetrin. Ne vim nga shkolla Jetë Gjindole Berat. Ne do marrim pjesë, do bëjmë shumë këngë, kitar, instrumente. Jemi një shkollë shumë e talentuar dhe punojmë shumë për koncertin që bëjmë. Ne kemi ardhur nga shkolla Nufi në Elbasan. Kemi ardhur këtu në një koncert të përbashkët me 3 shkollave që ndodhen tani. Edhe është diçka shumë e mirë për të gjithë nxënësit që kuptojnë veten e tyre në kuptime të tjera, domethënë të shikojnë çfarë nivelesh ka këto shkolla. Unë përfaqësoj shkollën Teta Shkokoço. Është një gjë shumë e bukur dhe gjithçka shumë argëtuese të bashkëpunosh me këto shkolla kaq të mrekullueshme. Ka qenë një atmosferë artistike ku tinguj dhe ngjyrat kanë bizotëruar, por pse jo edhe takime e bashkëpunime të reja mes nxënësve.